Dështimi i dytë radhazi për konstituimin e kuvendit po e fillon edhe më shumë ngërqin institucional, ndërsa mungesa një zgjidhje politike po e zvarit procesin. Nesër pritet që të mblidhen sërish deputetët në ardhje pra në kuvendin e Republikës Kosovës në tentativën e radhës për të zgjedhur kryetarin e kuvendit. Kjo natyrisht reflekton nëse partia fituese i ka numrat edhe për të krijuar qeverin, kush janë 61 numrat dhe kush do e formojë në fakt qeverinë e re të Republikës Kosovës. Është folur edhe për peshkem nga radhët e deputetëve opozitar. Për këtë do flasim me një panel ftuarish. Jeton Ali Mesh me ne, mirë se vjen. Faleminderit, Knasi. Zotriu Frok Qupi nga Shqipëria, analisti i mirënjohur dhe natyrisht mik i emisionit tonë, mirë se vjen i nderuar. Faleminderit, mirë se u gjej. Zotri Qupi, këtë bisedë kështu do ta filloj me juve, ndërsa do ta kemi në një lidhje direkte në vazhdim, por Zotri Qupi, na intereson të dim nga këndvështrimi juaj. Kemi aludime për dy skenare të ndryshme, një skenar të pozitës për zgjatjen e kësaj blokade deri të përshkohen numrat e ri, dhe kemi skenarin tjetër që opozita akuzon pra opozitën se ata tentojnë të shkaktojnë blokadë. Në këndvështrimin tënd, duke i ditur edhe numrat të cilët erdhën nga tereni, kush mendon ju se duke shkaktuar blokadën aktuale dhe pse një e tillë po ndodh aktualisht? Pavarësisht se kush edhe po e shkakton, kjo është një çmim shumë i lartë për Kosovën. Është një gjë që realisht pritej në parashikimet më të errta, jo në parashikimet normale. Kjo vonesë, që në fakt është një vonesë artificiale, i shkakton Kosovës një lloj krize. Dhe kriza në këto momente për Kosovën dhe sigurisht për ne të gjithë, por sidomos për Kosovën, është një gjë që nuk i bën mirë, përkundrazi. Rreth nesh po vinë shumë kriza. Realisht në krizë ndodhen dhe vetë marrëdhëniet e superfuqive. Dhe nëse kjo krizë kaq e madhe do ta gjejë Kosovën në mes një krize të saj, mendojeni se sa të pavëmendshëm do jenë si Europa ashtu dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës në raport me këtë krizë. Aq më shumë nëse një i tretë, siç është Rusia, e cila po e shton influencën e saj në Ballkan, do ta gjente Kosovën, më lejoni të them. Pra, Zotri Qupi, kërkoj ndjesë për interferencën. Ju thoni se kjo blokadë më shumti i konvenon armiqve tanë, e sidomos në këtë moment që po ndodh. Më shumti, siç e thoni dhe ju, po më shumti i konvenon të keqes së Kosovës, domethënë ligësisë së Kosovës. Kosova del më e ligësht për kësaj. Po në çfarë kuptimi, Zotri Qupi? Në kuptimin që, siç u thash, le të flasim, le të themi gjërat siç janë. Siç edhe i dim, siç janë. Tani konflikti, thuajse po krijohet një konflikt midis dy anëve të globit ose dy anëve të qytetërimit perëndimor, dy fuqive të mëdha që e mbajnë Shqipërinë, Kosovën, Ballkanin perëndimor, etj. Mbajnë në një siguri të pacënueshme. Nëse Kosova e zgjat krizën, do të thotë që zgjat sëmundjen e saj, dhe në një sëmundje ju e dini se dikush padyshim ndërhyn dhe e dëshiron një sëmundje të një shteti të vogël siç është Kosova, aq më shumë të një shteti të krijuar i fundit që është krijuar në botë, dhe padyshim që do të ndërhyjë për të të zgjidhur çështjen. Mos harrojmë se Rusinë e kemi shumë të gatshme për të hyrë në këtë punë. Mos harrojmë se Rusia është një alate shumë e fortë e Serbisë që realisht edhe sot e kësaj dite. Është shumë mirë që hyret tek Rusia, sepse ne e dim se edhe kryeministri i Kosovës kishte deklaruar se pati interferencë të shtetit sërb përmes listës sërbska në Kosovë. Dhe çfarë mendoni ju realisht në lidhje me këtë situatë? Mendoni se ky është një vakum politik të cilin mund ta shfrytëzoj për ndonjë destabilizim të mundshëm Rusia? Po i thoni mirë fjalën vakum, por besoj se është duke u mbushur dhe besoj në mënyrë trishtohem kur e them këtë gjë. Po plotësohet nga element fare të njohur, jo thjesht element, po strukturat
të fuqishme të lindjes, sidomos të Rusisë, që po e mbushin këtë vakum, jo vetëm në Kosovë, në gjithë Ballkanin. Ja t'ju them një nga faktet e fundit që njeriu i Moskës i vën pranë presidentit Amerikës, Paul Manafort, i cili edhe është dënuar me burgim dhe është dëgjobitur në Shtetet Bashkuara të Amerikës me një gjop për 24 milion eurosh, dollarësh, më falni. Megjithatë është strehuar në Shqipëri. Është strehuar në Shqipëri dhe patjetër që është një këmbë e Moskës në Shqipëri. Dhe e gjithë politologjia perëndimore po pranon. Një person të tillë atje në Shqipëri mu strehu? Më falni? Po thonë pse lejon zoti Edi Rama një person mu strehu në Shqipëri atje? Kjo është pyetje shumë si thuash, jo vetëm reale, po është një pyetje që po e bëjmë. Se çka ka çfarë interesi ka zoti Edi Rama piti apo udhëheqësit apo? Është fjala se ai është strehuar si një këshilltar i Partisë Demokratike. Po qoftë edhe Sali Berisha po bëhet pak edhe më interesante. Si këshilltar i Partisë Demokratike njeri i Putin? Që shumë ma keq. Hala ma keq. Po sigurisht që është akoma më keq. Si ju ka dhënë leje qëndrimi apo pasaporta apo çfarë është? Dhe kjo në fakt na çon një situatë nëse njerëz të tillë kemi edhe në Kosovë që mund të mbajnë pozita politike të afërta të zëmë me ndonjë parti politike, por edhe në ambasada. Tani jo rastisht na dalin edhe shpionët që s'po flitë është rastin në gjykatën themelore me rastit të... Mirë, e marëm qëndrimin, zotri Shupi, për të mos dalin ka tema, e marëm qëndrimin tuaj... Më falni, me lejnë të them që Manaforti nuk është thjesht një spion. A ka verifikua Agjencia Inteligjente e Shqipërisë, në falë, ai personi është njeri i Rusisë KGB-s, apo pse ardha atje? Thjesht për dojna me ditë. Po nuk e di zotri Shupi, Jo, veç ma klina zojon. Ashtu, onë veç tash thjesht nga këndiktina si analist dhe si opinionist që besoj që ka dhe informata rrugë të tira apo rrugë për atë. Zoti Alimi, realisht neve ajo që na intereson, ajo dullim shkarazin atë, kjo nuk është çështja e diskutimit tonë, neve na intereson çështja e krijimit të Parlamentit të ri të Kosovës. Dhe kur jemi në këtë pikë, zotri Alimi, zotri Shupi e dha një adresim, tha ky vakum politik mund të keq përdoret nga forcat të tjera të cilat nuk veprojnë në të mirën e Kosovës. Dhe tash, si e shikon ju nga brenda këtë vakum politik, zotri Alimi? Se mendoni se po na ndodh në këtë moment dhe kujt i konvenon? Unë mendoj që tash zoti Kurti veç i ka siguruar edhe numrat 61 mandate për të themeluar Republikën e Kosovës. Kush janë numrat? Po ajo numrat është siç po dihet. Sepse Telashi duket qëndron tek minoritetet dhe kanë zgjedhur këtë se ka një konflikt mes Duda Balje dhe Emilia Rexhepit. Po si do që tjetë u flitë si zonja në fjallë që përmendën shumë këto javët e fundit, unë besoj që i kanë qartua senës a njerë e pat një kërkes për themelimin e një komunës, tash ministri, dhe që është flitë në media, gjoj është flitë edhe këtu në studiet e intervistat e kalume, gjoj që ka komuniku me Radeciqin, a është punë e institucionet e Republikës së Kosovës për të verifikuar dhe besoj që mund të ketë edhe sendet e tjera, po na nuk jemi për të jetuar, jenë organë legislative të Republikën e Kosovës që mund mi verifikua ato sene, si do që tjetë, unë besoj tash zoti Kurti veç i ka 61 mandate dhe si shpëflit në mendja mund të jetë kryetari parlamentit zoti Fatmir Lim nga partia Nisma dhe besoj që çdo sen është e qartë dhe nesra ligji është i qartë që e kanë miratu vetë lëvizja vetë vendosje dhe është shumë e thjeshtë edhe procedura që zgjidhet. Le t'i pyesim edhe shikuesit tanë, kronë se në fakt presin që nisër edhe të zgjidhet kryetari i ri kuvendi, respektivisht të konstituohet kuvendi, po se jo janë opsionet për të përgjigjur, por është ekranit e gjeni edhe QR kodin, të cilin e skanoni natyrisht me telefonat tuaj. Zejnullah Jakupi është bashkangjitur në këtë diskutim, mirë se vjen nderuar. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Atëherë nga këndryshimi ju çka ndodhi në këto dy tentativa për konstituimin e kuvendit? Kush e kishte fajin? Opozita apo vetë pushteti që natyrisht është në detyrë me faktin që u kritikua zoti Dahari se ftoi dje partitë në konsultime, sipas deputetëve opozitar, një gjë e tillë nuk e kishte në kompetencë. Po, të themi opozita nuk po e lejon verifikimin e mandateve, ndërsa në opinion po deklaron se Albin Kurti nuk i ka numra, pra opozita i friksohet se Albin Kurti mund ta bëjë qeverinë dhe
para se të krijohen organe të kuvendit. Nderuam, a procedura është e veçantë që mund të zgjedhet edhe kryetari i kuvendit edhe ligji, ajo është e qartë, jeshtë s'do të vik, hiç A bën ta dëgjojmë njëri Jakupin deri në fund ta përfundoj fjalën hyrëse, më pas e hapim debatin. Okej, rregull. Mos më qitë për i taktit, lutem, se s'kam nevoj me... Na bo bisedojnë, ti jep argumentet e tuone kundër argumentet. Ata dëgjojmë një argumentin e plot Jakupit, e më pas se ke një replik mund ta bësh. Një minut e gjysë, opozita nuk po lejon verifikimin e mandateve, ndërsa në opinion po deklaron se Albin Kurti nuk i ka numrat, pra opozita i friksohet se Albin Kurti mund ta bëjë qeverin, dhe para se të krijohen organet e kuvendit, pra janë në gjendje të mbajnë vendin në krizë vetëm të mos lejojnë krijimin e institucioneve, po sikur mos të kishin frikë natën në Zanzibar si që kanë bërë përpara, do t'i kishin bërë numra, do t'i kishin miratuar këto marrëveshje, do më thënë verifikimin e mandateve, dhe... Po çfarë frige? Cila është friga, zotri Jakupi? Pse do të kenë frikë opozita në këtë moment? Po frikë sepse po të miratohet, po të kryen këto procedurat kryesore, atëherë Albin Kurti dhe koalicioni i ka numrat për ta bërë qeverin, ndërsa këta e kanë kuptuar dhe po e pengojnë, gjë që nuk është e mirë, sepse kjo pengesa filloi duke thënë që nuk keni dhënë ndërheqje, ndërsa e kanë thënë disa herë në Gjermani, faktikisht qeveria dhe kur dorëhiqet spari, ligjet nuk janë si duhet Kosovë, sepse cili deputet të jap, shikot lutem, nuk mundet si cili deputet të jap dorëheqjen në hava, si të në qiell, ose në mënyrë mirë, po duhet këtë presidenti, sikur në Gjermani t'ju jep dëftesën e dorëheqjes. Qeveria... Por zotri Jakupi, në base kjo çështja administrative ndryshon prej Kosovës në Gjermani, në base nuk e kemi sistemin e njëjtë. Zoti Kron, për shembull, unë çka po vrej, juristët e parë nuk kanë qenë juristë të shkolluar, për t'i hulumtuar, për t'i bërë analizën si i kanë shtetet tjera, mirë po kanë ardhur, njëri ka studiu për histori, diçka nuk e di, e ka marrë një titull doktor, dhe faktikisht këto pishomi pasoja sepse ligjet nuk janë si që duhet jenë konform si që kanë shtetet tjera. Mirë, zotri Jakupi, por këtu po flitet për një lloj vakumi politik, edhe gjithmonë po flitet se ky vakum është krijuar ky situacion si pasojë e tregtisë me deputet. Por a ka mundësi që të ndodhe kundërta, pra brenda këtij vakumi ti humb deputetët të cilët i ka aktualisht pozita për krimin e qeverisë së re? A ka të pakënaqur me gjëra të tjera Krona, brenda VV-s? A ka të pakënaqur brenda VV-s sepse në qarqe jo zyrtare flitet për emra me rëndësi dhe me peshë brenda VV-s që mund të kenë ta zëm debate brenda? Shiko, ka mundësi të humb dorimi dhe i votuesit, pastaj të humb dashur dorimi i anëtarëve të vetëvendosjes. Por para se gjithas unë po them se opozita e deri tanishme po e kurthoron punën ose po e bllokon, sepse edhe po t'i jepet mundësia, opozita nuk mund ta krijon qeverinë sepse i ban dikon 20 as 50 vende, ndërsa atëherë vetëm nëse e marrin listën serbe. Prandaj arsye kjo ka qenë ajo ideja ime që të ofrohet. Dhe kur jemi te lista serbe, kap më për fjalën e shoh se gaboj edhe ju zotri Alimi, patjetër, kishim dje një adresim që thoshte se ne frigohemi se lista serbe do ta votoj, pra vetëvendosin, një farforme krijimi një narrative se ata do ta bënin këtë qëllimisht pa pas ndonjë marrëveshje me vetëvendosin. Sa është të mundur një gjë e tillë të ndodhë? Unë besoj zoti Kranë edhe për opinionin e ju. Pra lista serbe t'ja bëj votat pa asnjë marrëveshje. Mendoni se do të bëni një marrëveshje tillë politike pa ndonjë kompromis politik? Na nuk mujna me dita ka marrëveshje, as ka marrëveshje është mes liderëve të tyre dhe mes partive të tyre, po si është procedura e thjeshtë. Si juristin në Amerikë, si në Gjermani, është procedura e thjeshtë dhe shumë është e qartë. Nuk mundesh ta mbash edhe mandatin e kryeministit edhe mandatin e veç pak lutna, edhe mandatin e deputetit. Është se cili je përgjithësi para e prorit dhe çdo ministër duhet ta jap me qysh është me ligj, pikë është ajo. Dhe kjo që po thu ti opozita
mos pëtutur, mos të frika e Zotit Kurti që ka të hapër me përkërin speciale që mund të arrestot nga përkëria speciale Zotit Kurti. Pra Kurti ka frikën që po do të arrestot dhe këtë për të arsye nuk jep dorëheqje? Dhe tash, edhe ajo është dhuna medalës, ato besoj që ato janë institucionet pavara lizbatuse dhe na nuk mund përzime dhe s'do të përzime andena, po si do që tjetë kjo procedur, ky ligj e kam votu vetë lëvizja pra, sepse zotri Alimi ju jeni edhe jurist me profesion. Ju mendoni që vetëm pozita që e ka aktualisht e shpëton nga arrestimi? Jo, nuk e shpëton. Ligji për Prokurorinë Speciale e Republikës Kosovës dhe ligji për të gjithë, vetëm presidenti i Republikës Kosovës nuk mund të arrestojë të gjithë. Atëherë pse sapo thatë që Albin Kurti po e mon këtë pozitë që të pështoj arrestimin? Ka lidhe, po mundët se tash besoj Zoti Kurti veç ka shku një gjobë e parë 300 euro, dhe tash besoj që përkëria speciale i ka punë të veta dhe oraret e vetë, ku mund t'ja shef fletërshtimin tjetër dhe mundët të ftohet apet për intervensim dhe mundët të arrestojmë një hipotetike, po folim, ato jenë organet pavare dhe na nuk dojtë përzime dhe s'dojmë atë përzime dhe o çështje e këtyre ata që shebojnë. Dhe ligji është i qartë njerë për gjithmonë. Duhet të japin dorëheqje edhe kryeministri edhe ministrat pikë dhe nuk mund të folisht të namën të kërkujna as namën të ministri, po duhet veç që veç të japin ministrat kaq. Më lërët kalojt e Zotri Qupi, sepse naturisht kemi diskutuar shpesh edhe për liderët politikë të Kosovës, për të ardhmen e Kosovës, kush duhet qeveris vendin, por kur jemi tek emri Albin Kurti dhe këtë çështje të hapur që ka në fakt me prokurorinë speciale, sepse është thirrur si dëshmitar, Kurti ka refuzuar të shkojë, i ka kërkuar prokurorit që t'i vinë në zyre dhe ta intervistojë. Prokurori thotë se nuk ka një protokoll të tillë që shkojnë dhe ta intervistojnë dikën nëse ai nuk ka një problem shëndetësor, po ja sqaroj Zotri Qupi. Dhe sot, nëse bazohem në këtë që na tha Jetoni, a do ta shpëtonte Kurtin fakti që s'do të jepte dorëheqje, do të prolongohej procesi i zgjedhjes kryetarit të ri apo formimit qeverisë së re dhe të mos shkojnë në burg. E besoni këtë që tha Jetoni? Po ndodhemi para dy fenomeneve. Para fenomeni është fenomeni i frikës, atë çfarë thot zotëria, dhe frika jo gjithmonë i ruan vreshtët, dhe frika para ligjit është aplikuar dhe këtu në Shqipëri, frika e liderëve para ligjit. Po kjo nuk do të thotë që ligjet mos veprojë dhe është krejtësisht e pa parashikueshme, pa mundur që një kryeministër i cili e ka shkelur ligjin në pikën sa që të shkojë para drejtësisë, padyshim që do shkojë para drejtësisë. Problemi është se nëse vërtet Kurti ka ndërgjegjen e tij, ka plotësuar faktet, provat për shkuar para drejtësisë, do të ishte mirë ti bënte një shërbim të fundit Kosovës dhe të shkonte të dorëzohej para drejtësisë dhe mos dorëzohet në parlament. Do të thotë që sadopak përgjegjësira penale. Mos të dorëzohet në parlament, Zotri Qupi nuk ju kuptova në këtë moment, por dua të maskeroni pak më mirë këtë situatë. Presnin ndonjë arrestim të tij në parlamentin e Kosovës? Shiko, në parlament sigurisht në parlament do kërkohet leje për këtë gjë, por që dorëzohet në parlament desha të them pak në mënyrë metaforike që të mbyllet në parlament, do të kërkoj garanci në parlament me antarësimin si kryeministër, me antarësimin në parlamentet e tjerë. Këto janë gjëra që thjesht krijojnë kriza, por nuk shpëtojnë askënd para ligjit. Por para jush në Shqipëri, më falni, lutem, pak para jush në Shqipëri, po provojmë një sëmundje të tillë që presidenti, kryeministri e tjerë nuk dorëzohen te ligji, nuk e pranojnë ligjin, nuk e pranojnë prokurorinë, nuk shkojnë në gjykatë. Por të mos i ikim çështje, sepse kemi shumë çështje të cilat janë të përafërta me njëra tjetrën, Zotri Qupi, dhe neve na intereson ta dim pikërisht do doja ta bëj një pyetje të cilën ja kushtoj edhe publikut. Publiku mund të përgjigjet përmes QR kodit që e ka në anën djathtë të ekranit, ndërsa ju mund na përgjigjeni live, kemi privilegjin Zotri Qupi t'ju dëgjojmë. A presni që nesër të zgjidhet kryetari i kuvendit, sipas këndvështrimit tënd, Zotri Qupi, duke i ditur të gjitha ato që u thamë paraprakisht në studio? Ka një përplasje me dy palëve të cilët që të dy palët mendojnë se kanë të drejtë. Realisht populli i Kosovës ka votuar për të mos pasur kryeministër Albin Kurtin. Domethënë ka votuar për opozitën, sigurisht në përmasa shumë fragjile, por
Kjo është problemi. Problemi është se Albin Kurti duhet ta lexojë mirë votën e popullit të Kosovës. Duhet ta lexojë si një vot që ka ardhur koha të largohet nga qeveria. E qartë. A mund të bëjë qeveri opozita, e gjithë opozita së bashku? Ky është problem tjetër, por opozita e posedon votën e popullit. Dhe për këtë njëjtën çështje, po, zoti Çupi, për të njëjtën këtë që thatë, dua të pyes Jakupin nëse pra e definon kështu rezultatin zgjedhor, sepse nuk di nëse ka të njëjtën perspektivë dhe të njëjtën mendim me ju, por edhe me jetonin, nëse pra njerëzit votuan që Kurti të shkojë, jo të rri. Jo, unë as pak nuk pajtohem me zoti Çupi dhe më vjen një çudi, sepse i din gjërat, mirë po e përkrah një mendim ballkanik të prapambetur, se unë për ju tregoj për kulturën gjermane, do më thonë, po ta ke respekton të opozita ligjin, si për thotë zoti Çupi ti bindet ligjit, ne askush nuk po e respektojmë ligjin, sepse nuk kemi frikë nga ligjin. Po pse opozita s'pe respekton ligjin? Po shikoj, nëse Albin Kurti ka fituar, është fituar si zgjedhjeve me aq përqindje, e ka drejtën ta formojë qeverinë, atëherë opozita do ta ul kokën, të bashkëbisedoj, të ofrohet, të thotë pe krijojmë një qeveri, se qeveria krijohet në për interesin e qytetarëve, jo për interesa subjektive. Mirë, e dëgjojmë një replikë tash zotëri Jakupi me atë që thatë? A do ta ul opozita kokën? Jo, pse me ul opozita kokën, ai ka votat e veta këtu, tash zoti Kurti nuk ka mujt mi marr mandatën siç ka marr para 4 vjetë me themelu vetë dhe sido që të jetë. E dim shumë mirë me 90 Konstitucion e Kosovës i bjen zotit Albin Kurti ose Lëvizje Vetëdijnëse me propozu kandidatin apo kandidatën për kryetar të Kuvendit dhe opozita këtu ka dhënë një sinjal shumë mirë se me votu kryetarin e parlamentit dhe në momentin që votohet kryetari i parlamentit dhe zgjedhen nën kryetarët i jep një muj ditë zotit Kurti mandatarit parë, po. Për me zgjedhë çështjen e qeverisë dhe nëse nuk e zgjedh mrena asoj kohës i jepët partisë fituese që ti bëj 61 mandate mi qëtë e presidentja dhe të lejot, po, urna. 25 vite, që kjo klasa, që kjo elita, që kjo... Po? Do më thënë, kur nuk ka arritur të bëjë një mandat, të kry një mandat se ka hije si që i bëjnë në shtetit e ndryshme. Për shembull, po të ishin të përgjithshëm... Po ajo marrëveshja që ka... Jo, veç pak, zotri Jakupi, qeverit do të mbahen në mend për punët që kanë kryer, apo sa ju ka zgjatur mandati? Edhe të mira që i ka cilë zoti Kurti, 1, 2, 3, 4 thomit lutna, si të më shfusën juridike, ekonomike... Po veç ta dëgjojmë edhe përgjigje, zotri Halimi. Nuk është puna me shtru një rrugë, me ndërtu një shkollë, se ato bëhet edhe Albini piban, ato shkollat e... Sa shkolla e ka rrugë në Albini, s'pedinu sa rrugë ka... Falë, zotri Jakupi, që t'i japim pak më shumë kontekst edhe të gjithve që po në ndjekin, a zhvillimi i shtetit shumë faza. Nëse dikur ka qenë prioritet shkolla, atëherë kemi kaluar prioritet, sot kemi gjëra tjera, prioritetet tjera. Dhe neve na interesën të merremi me prioritetet që i kemi stash. Po, është e vërtet, në fillimin e viteve 900 kishëm prioritet me na shkep energjinë elektrike, por ajo për momentin nuk është prioritet, ka probleme të tjera. Sot është shtrejtimi rrymës problem. Rrezikojnë përveç shtrejtimit rrymës ka edhe shtete tjera, ka edhe probleme që rrezikojnë vetë Kosovën si shtet, ekzistencën e Kosovës. Çiko rryma është se kemi pasur sanat elementare për jetë. Përveç në Turqi dhe në Hungari. 80 cent ka një buk dhe pak. Në Kosovë, më së lirin. Do më thonë dikur politikanët e kanë përdorur çmimin e ulë të rrymës që janë sot në opozit për të bërë... E vërtet, zotri Jakupi, keni të drejtë kur thoni që është e lirë nga standardi gjerman, por nga standardi që jetojmë ne këtu në Kosovë nuk është fare e lirë. Por është temë tjetër, na interesojnë numrat një, le ta shohim më pas kur bëhen numrat mbas edhe ndronë. Mu më intereson që çdo politikan me pas frikë ligjit, që është i obliguar, i ke fituar zgjedhjen, sot është mandatimi, verifikimi... Dhe çdo politikan du të përgjigjet organe ligjzbatuese të përkëria speciale. Jakupi, të lutem një pyetje thelbësore, se shoh që Veton Berisha, pra nga radha të komuniteteve jo serbe, ka siguruar votën e tij për Kurtin. A mund të ndodhë që Kurti apo a e lejon Kurti që të shantazhohet nga minoritetet, se kështu do të ta bëj pyetje? Shiko, zonja Jehon, unë nga fillimi kam thënë sepse lista serbe është e Kosovës, është pjesë e konstitutive e shtetit, faktikisht po të pastrohet nga elementet kriminal, se ajo është pjesë, nuk mund të shbëj për momentin askush. Nëse vetëm 2/3 e parlamentarëve mund të ndryshojnë. As qeveria se në shpall listën serbe terroriste. Janë organet
shërbimit sekret, janë Por, zotri Zejnullah, le të flasim pak për çto pazaret politike. Çfarë i ofroi për shembull zotri Berishës Kurti që ta ndroj mendjen? Apo Duda Baljës që e tha publikisht, a? Por shiko, unë nuk e di pse është e dëmshme ato këto konsultime. Jo, pse kush e tha që është e dëmshme zotri Zejnullah? Na vetëm pyetëm se çfarë i ofroi, nuk thamë se është e dëmshme. Unë e thëmë ma tepër, po s'ka lidhje se postet janë në shërbim të qytetarëve, të votuesve. Do më thonë, qëllimi është krijimi i institucioneve dhe ambasadori gjerman e tha. Rëndësia është krijimi i institucioneve, mos ta lëmë vendin në vakum sepse ka një përgjegjësi sepse tani situata gjeopolitike. Ama këtë pjesë zotri Jakupi e kemi dëgjuar në lajme, sepse besoj i përgatisim bashkë me Jehonën para se me hy këtu. Ajo që na intereson dhe nuk është shkruar është, çfarë ju ofrua personat të cilët e tregtuan votën e tyre, të cilën nuk e kishte Kurti. Është shumë normale dhe t'ju ofrohet diçka, neve na interesojmë të dimë se çfarë. Zoti Kron, tek ne janë gjithë politikanët si në Shqipëri, si në Kosovë lufton për poste, sepse këtë kanë smundje historike. Atëherë bie që Kurti qenë ka dorëzuar në këtë rast para zotri Berishës dhe para zonja Baljës. Po një element, një deputet mund të blihet të shitet çka ka lidhje kur formon institucionet kur Kosova. Pra ju e legjitimoni blerjen me favore të zëm në të ardhmen materiale? A është kjo apo flasim për të blerjen? Jo. O vepër penale sipas te blerja e votës. Edhe në Gjermani, shikoj, në Gjermani kur urdhëzu qeveria, domethënë një përfaqësuesi të qeverisë nuk i konvenoi u trimnua nga ardha në pushtet e Trumpit, edhe i tha kryeministit nuk i zbatoj më politika tua dhe filloj grimë. Por ajo është marrëveshje më pas, ajo është burrëri në kuptimin që ja thot në sy se nuk e bëj, por nuk e bën sinqerisht, nuk e bën për një arsye monetare, nuk e bën për një interes material. Kondit ju vinderum, blerja e votës, a konsumon vepër penale apo jo? Po thëm nga kondi ju si gazetar, po për shembull nëse blen votën, a konsumon vepër penale ajo? Po, se nuk i lam hapsi zotit Qupi. Dhe duat shkoj të Qupi, shpejt, lutem. Vetëm të fundit me them, qeverin mund të bëj Albin Kurti, edhe nëse duhet të hyjë në një koalicion i madh shqiptar. E qartë, si po blien votat para se dalë tek zotri Qupi, zotri Halimi? Une nuk kam informata si po blien votat, po në thjesht po shit në opinion që është po flitet në për zyra, në për shumë sene dhe në opinion se zoti Kurti veç tashmë i ka siguru, a i ka ble votat, a si ka ble, është qështë e mirë, nëse para një ove si ka pas, edhe tash i ka siguru, si i ka siguru si pas ysh? Po në besoj ja ka plicu kushtet atyre, po në... Për çfarë kushte bëhet fjallë? Po tash ata që i kanë qitë kushtet e vetë, ata... Për çfarë kushte mund me qitjen legjitime në kuadër të një vote? Po tash dëna një fjallë që po flitet shumë këtë jave tham edhe në fillim të emisione, po ka lyp komun tash minister, po si që është flit në opinion gjoja që pas ka komuniku unë se di, po që shë komuniku në media, dhe është thjesht duke shantazhuar nga Radojqiqi e të si do që tjetë, unë nuk... Radojqiqi shantazhën Kurtin? Jo, për Baljen që kështë deklaruar së Baja. Po ajo është nga ona e policisë dhe prokurisë për të vërtetuar a ka komuniku ajo dhe pëse qyshtek... Zoti Qupi, sepse ju naturisht e njëri... Zoti Qupi, ju mbase unë do të jetë kaloj edhe njerë të kërcnime, të shantashe që mund t'i vinë qoftë Kurtit, në të ardhmës një kryeministër i ri, por kujtë të qoftë, sepse Kosova naturisht edhe në të kaluar kështë e përfshirë komunitetet edhe ato sërbe, por edhe jo sërbe në përbërjen e qeverisë, sepse fund të fundit ata kanë ullëset e tyre të siguruara me kushtetut dhe obligohet Kosova t'i përfshi edhe shpesh në koalicione qeveritare, por kur jemi të Kurti, cili ka naturisht ka folur gjutë ashpër kundrejt listës sërbe, ndërkohë del Ministrja e Jashtme Donika Gërvalla, e cila thotë se ekziston rreziku që të na votoj vetë lista sërbe pra ta votoj Kurtin. A mendoni që bëhet fjalë për një spontanitet që thjesht ata duan ta denigrojnë Kurtin duke votuar, apo thjesht mund të ekzistojë një marrëveshje për cilën nuk bëhet fjalë në publik? Jo, në këtë rast besoj se kjo është një hap dhe nëse Kurti dështon në këto planet që ka bërë për të mbledhur deputet andej këndej, me siguri do të drejtohet listës sërbska. Dhe do të drejtohet listës sërbska me, ju keni për ta dëgjuar, me teorira demokratike që do të pranojë me tjere tjere. Por problemi është se edhe në këtë rast, Kurti do ketë një qeveri kaq delikate dhe kaq fragjile, sa që mund të bjerë gjatë rrugës. Ashtu si dhe mund të ketë në rastin konkret ku ka 61 deputet, si shtuhet sot,
Pra, sepse zotri Qupi, kjo që sa po cekët është edhe një prej temave realisht më interesante. Sa fragile do t'jetë një qeveri e tillë në qoftë se sa ajo krijohet? Mërësisht fragile, është aq fragile sa brenda 6 muaj do kesh një qeveri tjetër. A ka mundësi, a ka, si thuash, kocka, më falni që them kështu, Shqipëria dhe Kosova të bëjnë zgjedhje her pas here dhe ta provojnë veten përpara botës që nuk kemi në gjendje të krijojmë stabilitet politik. Ky është problemi. Dhe kur jemi tek problemi i qeverive fragile, dua ta bëj edhe një pyetje nga praktika juaj e gjatë, zotri Qupi, si rrjedhin pastaj ato pazaret për formimin e këtyre qeverive fragile fillimisht dhe pastaj edhe për mos rrëzimin e këtyre qeverive? Besoj se keni përvojën e dur për të na dhënë një përgjigje. Vjen mirë që jeni kaq i qartë, vërtet si koleg po të them. Po në momentin kur krijohen këto janë njësoj si moçalet e rrugës, do me thënë, në kohën kur krijohen këto kushte, hapet një portë shumë e madhe për korrupsionin politik. Korrupsioni politik pastaj e han vendin, e han politikën, e han vlerën, e rënon vlerën e një politike dhe të një kombi. Kjo do të thotë që e para për të ndërtuar një qeveri me miell hua, si themi ne, do të thotë që të kesh dhënë diçka, dhe në kohën që ke dhënë diçka, atëherë je i shantazhueshëm. Dhe kur je i shantazhueshëm, sidomos në momentet tanishme kur qeveria e Kosovës ka jashtëzakonisht shumë punë të vështira përpara, do të thotë se mund të ndodhesh para hendeqeve shumë të mëdha. Ata që të kanë paguar sot për të marrë një vend në qeveri, do të kërkojnë her pas here, e kjo është një anë. E dyta, për t'i shpëtuar kësaj gjëje, patjetër do shkosh në një korrupsion politik. Do të kërkosh me patjetër aleanca jo të natyrshme, do të kërkosh aleanca jo të natyrshme, aleanca jo natyrshme praktikisht është aleanca me Lista Srpska, aleanca jo natyrshme është edhe kjo që ka ndodhur me UÇK-n, me një nga përfaqësuesit e UÇK-s, zotin... Dhe përfundimi është e një gjakderdhje financiare, do t'i plotësojmë edhe njerë kushtet për një gjë të tillë. Kështu që shteti hyn në një cikël korruptiv që do të harroj korrupsionin e individit, do të harroj korrupsionin e institucionit. Por, në anën tjetër, zotri Qupi, ekziston edhe kërcënimi, po e quaj kushtimisht, që në fakt jeton kishim folur shumë shpesh se kush nga partitë janë të gatshme të shkojnë sërish në zgjedhje. Kjo është një pyetje që në fakt është tepër thelbësore këtu, që pas edhe mund të minimizoj faktin që mund të ketë një marrëveshje korruptive. Dhe fal të lutem jetëm, për shikuesit që na shohin, sondazhin vazhdojmë ta kemi të hapur vetëm edhe pak minuta, pra na duhet opinioni juaj nëse nesër do të kemi një emër për apo një proces të suksesshëm në kuvendin e Kosovës. Pra kush e ka atë guxim të shkojë edhe një herë në zgjedhje? Unë përpos PDK-s besoj se tjetër as në LDK. As VV-ja shkon po i bin apet përqindja e votave. Sepse janë në trend rënje. Po edhe LDK-ja më është thuja që ka përqame të mbreshme LDK-ja, e din ato SMS-at. Në një situatë të tillë jetën, kur s'të dëshish numrat, LDK në fund të fundit do të votonte për shkak të mungesës së guximit për shkuar në zgjedhje prapë. Patjetër, e kem thonë, kur që s'kem as personal, as me lumirin, as me kërkën LDK, as ma pak na i kemi respektuar ata shumë a shumë, sido që tjetë, besoj që duhet të bëj LDK reformime në për nëndek, sidomos në krye qytet të Prishtinës, ka klane, sidomos në për nëndek të Prishtinës, ka ju në krye ato. A është LDK-ja para një procesi që në shumë shpejt mund të ketë një kryetar të ri? Besoj që po është vu një standard në LDK, cili kryetar nuk e qetë LDK-n e presidentit rrugova të parën, duhet të shkoj dhe do vi tjetër pa marrë parasysh a i pëlqen aty në klanë apo jo. Dhe me që kështu është edhe fati i Lumir Abdixhikut? Pa tjetër se duhet ja përgjithësi tash, as ma pak e ka zgjedhjet për komuna, për kovende komunale që janë, që me zotin Rama besoj që e ka Prishtinë të humbur. Do ta kemi nesër ndonjë risi apo si do? Pa nesër besoj që do të zgjedhet edhe kryetari komendit të paktën, besoj që edhe qeveria, se besoj që i ka numër të ta. Pra, si pas jush nesër zgjidhet qeveria? Po, Fatmir Lima, kryetari Parlamentit të Republikës Kosovës. Mire, dëgjojmë edhe zotri, e kemi në lidhje direkte, pra, përveç zotri Halim dhe kemi zotri Jakupin, kërkojnë tjesë. Zotri Jakupi, çfarë mendon ju? Zotri Halimi e cilësoj ditën e nesërme si ditën kur edhe do të zgjidhet, pra, blokada, por si shikon ju në këndvështrimin tuaj? Po, kjo do të ishte vërtet e dëshirueshme që përfundimisht të përfundon kjo kriza
dhe edhe nëse do t'ishte mirë, nëse fatmirëlime zgjidhet kryetari i parlamentit, sepse ka një përvojë edhe ideologjikisht me vetëvendosje. Po marrëveshje. Është një njeri që vërtet ka një të kalume të luftës, ka një oratori shumë të mirë edhe nga aspekti profesional si jurist, prandaj edhe ka disa çështje shumë interesante që ka shpjeguar kohën e fundit, një etikë ka Kosovës, kur t'i pëlqen edhe Arushën e bën vëlla. Aspekt për të kontribuar që Kosova vërtet, se si që ka thënë, unë jam në interes të qytetarëve, të votuesve, në interes të Kosovës, dhe nuk është çështja e... Dhe fund të fundit ka qenë të jetë korrekt, në fakt. Ka thënë kushdo që ma kërkon votën, unë do e bëj me që me opozitën, që me pozitën. Dhe këtu jeton jemi para një situate që korektësia po ndëshkohet. Ti që shka ditë më gjetë në ujrat të këqia, faktikisht, se a e din çfarë kritike ku në Zoti Kurti. Më vështirë është të jesh brenda dhe të fusësh kriteret e tua, se sa të jesh jashtë të jesh spektator. Po tash kjo ona medalis tjetër zoj jonë. Dhe të nxjerrësh kushtet e tua, ajo është zotësi. Këtë në regull, po e thash dhe këtë, se shqiptarët, për shemb kur t'i vynë persone dhe Arushën e bëmba, ose vla, po jo shikoni, one po çuditëm pak, sepse ideja është, jo shikoni si pamaturi politike... Interes, po mos të thojnë, na jena para për shkaqe në... Veç mos të qesëm senet e Kosovës për para, kër e kemi... Falë, si është politika për juve, zëtri, jetan? Politika është interes pik, po mos të... Politika është arti së mundshmës. Dhe duke marë parasysh këtë fakt, një njeri cili ofron një mundësi më shumë... Zotë Ikram, veç pak, kur po del fërshat, s'pi thonë që të fjallë. Zëtri, jetan, veç pak, kush është i mirë për ty si politikan? Një njeri që i punon për një blokad, apo një njeri që punon për një zhblokad politike? One kam thonë fillim, nëse ishdasht për një institucione stabile, 4 veçare, mes levizje vendos dhe PDK, pa marë parasysh ati në... Kishe vën basti të alimi dhe në basti të pas ka prish qefi që PDK... Jo, aje marrëveshje kam bas të kryme, që aje më prish punët udhës, edhe veç... Se jemi edhe në fare në fond. Vendosë edhe ata e din, se o kone takimi fanë shumë dhe jenë marrë vesh. Mirë, ka një zhvillim tjetër në fakt, ka qenë gjykata themelore në Prishtinë, kolegji shqyrtues i gjyqtarëve që ka refuzuar ankesën e kryeministrit Albin Kurti për gjobën prej 250 euro, e cila ju shqiptua për mos paraqitje në prokurorinë speciale. Jakupi? Pse u ankua Kurti? A do të kthejt zotri Jakupi, por zotri Alimi me që e kemi? E kemi Jakupi, se desha ta të gjej fillimisht Jakupin. Shiko, këto vërtet janë shumë loja të ulta që i bën prokuroria, sepse prokuroria është e lidhur me opozitën, opozita i ka strategjinë vërtet tash po shihet edhe me blokadën, sepse opozitës nuk i intereson, sepse unë kam thënë edhe në fillim, pse LDK nuk shkon në koalicion, sepse me Albin Kurtin edhe është korupcion nuk ka, pastaj institucionet ngritën në nivelin si që po dëshirohet, sepse... Zotri Zejnullahu, për ne nuk mund të themi nuk ka korupcion kur kemi ftesë për afera korruptive. Shiko, pa vërtetu në gjë, çdo akuzë është e pa bazë. Pikërisht, por edhe kjo që nuk ka korrupcion është e pa bazë, pa vërtetu në gjë, i bie. Po. Këto janë akuza që mund të përhapen përmes politikanëve, përmes medjeve, sepse ka një bashkëpunim si me thonë, të ndërsjellët mes tyre për ta krijuar. Ky është opinioni të cilin e krijojnë të gjithë ata mbështetës të zotrit Kurtit, të cilët nuk pajtohen me diskursin publik rreth tij. Sepse akuza është sulmi më i mirë, zotri Jakupi, si jo në këtë rast që po bëni. Mbrojtja më e mirë sulmi. Fiks. PDK për qeverisje të mirë, pa korrupsion, pa këto farë gjërat e këqija, atëherë do të hinte në qeveri me Albin Kurti. Mirë, po e din që një qeveri bëhen vetëm, me thonë, shkurt e Shqip, ata që e pranojnë korrupsionin, e pranojnë shitje në marrjen e titujve. Okej, atëherë pibie që për Duda Baljen e pas ka pranuar korrupsionin, tash për zotri Berishën e pas ka pranuar një korrupcion tjetër, kështu komplet si pas fjalëve tua, zotri Zejnullahu. Po një numër, një deputete, nëse e krijon krimin e komunës, nuk është në dam të ke fundit, aja ka shpërë. Zotri Jakupi, ti nuk ishe të folë për kërkesat legjitime që i kishen ata. Ju po flisni për korrupcion. Po korrupcion... Dhe njerëzit PDK-s janë konftuar nga prokuroria, po janë njërës të Kurtit.
pse LDK me rezervat e millit, vajit. Pse LDK nuk hyn në koalicion siç e kanë propozuar, me LDK-ja me vetë vendosin. Pse? Aleanca nuk hyn, se e din të kalumen, e din mentalitetin. Se LDK-ja si ka votat për president, ajo është e ditme, fakt është. Se i shkue. Që janë duhet të përshëndeten nga politika, sepse janë zhvatës, janë njerëz të pabesueshëm dhe së Kosovës nuk i sillin asgjë. Mirë, zoti Jakupi. Dua dhe njerë të kthehem tek zotri Qupi, ndërkohë regjata kemi gati edhe rezultatin e sondazhit. Qupi, çka e pret në fakt para vetës kryeministrin e ri të Kosovës? Pa marrë parasysh është Albin Kurti apo kush mund të jetë? Po me sa kuptohet e para duhet ka përcjell problemin e ligjit, problemin e prokurorisë dhe me sjelljet që kemi parë para tij tek ai. Shikojmë se është njëri mbi ligjin dhe duhet me siguri kjo gjë duhet të zgjidhet e para. E dyta, duhet të ndërtojë një qeveri e cila të jetë përfaqësuese. Pa një qeveri përfaqësuese ai do bjerë pas pak kohë do bjerë përsëri. Ashtu siç ra dhe herën para kësaj që bëri 4 vjet. Dhe e treta, ajo çfarë është më e rëndësishmja, çfarë është shumë e rëndësishme, edhe pse u bën zgjedhje, edhe pse po bëhen gjithë këto diskutime, alatët tanë, alatët e Kosovës, nuk do të kenë një interlokutor të besueshëm, nuk do të kenë një bashkëbisedues që mund të shpresojnë tek ky, dhe nuk do zgjidhet asgjë. Domethënë, e gjitha ku ishim askundi. Do thotë që përsëri qeveria e Kosovës do të jetë në të njëjtat sëmundje, në të njëjtat probleme. Europas me siguri s'ka asnjë arsye për të hapur rrugën për ta shliruar nga masat që ka marrë. Dhe ndërkohë nuk mund të ketë besueshmëri për zgjidhjet e çështjeve me Serbi. Atëherë, përderisa thash dhe në fillim, përderisa situatat në botë janë vërtet të vrrullshme dhe Kosova mbetet në të njëjtin standard, ka rrezik që këto e gjithë zhvillimi botëror, gjithë zhvillimi rreth e rrotull, aq më shumë që Serbia nuk është, Kosova, Moska nuk është alat me Prishtinën, por është alat me Beogradin, do kemi probleme shumë të mëdha për të nesërmen. Do kemi as shumë probleme sa Kurti do të harroj dashurinë për pushtetin. E qartë, zotri Qupi, ishte shumë kënaqësi ju kemi në Kosova Today, faleminderit shumë për të gjitha opinionet që dhatë sot me ne. Edhe kënaqësia ime, faleminderit juve, mirupafshim. Faleminderit, kënaqësi gjithmonë. Zotri Alimi, një koment për fund, jemi krejt fundit. Unë përshpresoj që më në fund do të hekan këto parë që jënë bo këto varë sene që së dashtë më bo, besoj që nesta mund të krytë së paktën për përstërës për atë gjitha kryetarit të kuvendit, besoj që edhe qeveria po, besoj që mu nuk ka ko për asë klisheja, asë par ofendime, theshtë edhe ligjë është i qartë, këta ka votu vetë, vështë duhet të zbatut të ndjekin me përpikri ato lep, asë me procedura, dhe besoj që gjithë sene është okej, dhe si do që tjetë se cilë shkën rrugët vetë punën e vetë, dhe besoj që nuk ka këtë tjetër vetë, në zbatot ligjet kaq. Ata kanë votu edhe kaq. E qartë, zotri Alimi, faleminderit shumë që ishte me ne. Gjithashtu një falenderim special shkon edhe për juve, zotri Jakupi, faleminderit shumë për opinionin tuaj në Kosova Today. Këto mes të Klan Kosovës po e përmbyllim këtë blok, në vazhdim ndjekim pak marketing dhe rikthehemi me diçka krejt tjetër, por para se të shkëputemi do ta shohim edhe një sondazh, Jona. Po, në fakt, përgjigjet e shikuesve në pyetjen që u kishim shtruar në fillim të këtij bloku, presin që nesër të zgjidhet kryetari i kuvendit, po kanë thënë 58% njerëzit që na kanë parë live që kanë qenë të shumë në YouTube, ndërkohë jo kanë thënë 42% të atyre që po na shohin e do vazhdojnë të na shohin live, sepse ne do kthehemi vetëm pas një bloku të shkurtër publicitar. Kemi shumë çka sot në fakt, sërish do flasim për politikë, por të përfshirë këtu edhe me rajonin, me kërsimet nga Dodik, por fare në fund vjen zonja Meri me parashikimin për atë që ndodhet në Big Brother VIP Albania.